Përshëndetje, sot do të përgatisim zupat. Zupat në recetë në shtëpiake. Në fillim do të marrim 3 kokra vezë. Të bardhën e njërës prej tyre do ta heqim veç, sepse do të bëjmë arengën të cilën do ta hedhim sipër. Pra duan 2 kokra vezë të plota dhe një e bardhë dhe jetë veç. Tre kokra vezë do t'i rrajmë me 5 lugë sheqer. Ndërkohë në të nxjerrën këtu pranë kemi vendosur 1 litër qumësh që të vaket pak. Të sheqerin tjetër do ta hedhim tek e bardha. Kjo recetë e zupave është për 5 apo 6 persona. Me të lene në kuzhinë të rrajmë vezët dhe sheqerin. Këtu do të përzejmë edhe miellin dhe nisështen. Kemi 1 lugë miell dhe 1 lugë nisështe. Do të marrim pak nga qumështi, në mënyrë që nisështeja dhe mielli qumështi duhet jetë i vakët, në mënyrë që kur ta hedhim në zjarr përbërësi me vezë, ta kemi më të lehtë për të zgjerrë dhe për të bërë kremi i nevojshëm për zupat. Do të hedhim 1 lugë miell. Edhe 1 lugë nisështe. Do ta punojmë mirë me tel. Punoj mirë që mos ta mbetet me kokra. Këtë përzierje do ta hedhim në qumështin e ngrohtë. Ngrihem temperaturën. Dhe duke përzierë vazhdimisht do ta hedhim që të mos në prije.
vazhdojmë përzjejmë derisa të na bëhet një krem ashtu si që dëshirojmë. Ne kemi hedhur në këtë recetë, kemi 3 kokra ves, 1 litër qumësh, 5 lugë gjelle sheqer, 1 lugë gjelle nisështe dhe 1 lugë gjelle miell. Dy vezë të plota dhe 1 vezë vetëm të verdhën, sepse të bardhën e vezës e kemi lënë veç me 1 lugë gjelle sheqer, do ta rrajmë në fund, do ta bëjmë marengën e nevojshme për ta zbukuruar zupin nga sipër. Ja dhe ta e nevojshëm për zupa. Kemi këtu. Sa po të filloj të marrë shkumën, të shkumohet, largojmë pak të nxehtë që mos na mos kemi kujdes se nuk duhet të na mblidhet me kokra dhe të vazhdojmë të përzijmë. Zupa ose zupa janë një ëmbëlsirë që shumë prej nesh i njohin si një nga ëmbëlsirat që preferoheshin të konsumoheshin në turizmin e qytetit apo në ëmbëltorët në për pasticëritë kryesore. Tani më ne mund t'i bëjmë gjithmonë në shtëpitë tona me kushtet që kemi. Pasi kremi të bëhet gati, të filloj të marrë një përbërje më homogjene, më kremoze, ne do ta ndajmë gjithashtu në 2 pjesë, sepse do ta bëjmë me 2 ngjyra. Do t'i shtojmë edhe 1 lugë gjelle kakao. Edhe do t'i vendosim në tasa tona për zupë. Kjo recetë është për 5-6 veta. Pasi kremi të bëhet më i trashë, atëherë do ta ndajmë në tasa tonë. Ja, pak ka filluar pak sa të trashet. Do t'i shtojmë këtu edhe sheqer vanilje. Edhe do ta ndajmë tani në forma me kakao. Do ta ndajmë gjysmën, do ta ndajmë me kakao. Dhe gjysmën tjetër do ta bëjmë të bardhë, kremin e bardhë. Aja kremi është gati. Shohim që në këtë moment që merr flluckat, është gati në përfundim. Shtojmë dhe sheqer vanilje për aromë. Ulim temperaturën e stufës. Aguzhin, mund të përdorim edhe dërasat që kemi.
që të ftohet kremi dhe do ta ndajmë në 2 pjesë. Njërën pjesë do ta ndajmë edhe do ta bashkojmë me kakao. Edhe pjesën tjetër do ta lejmë të bardhë. Presim sa të ftohet pak në mënyrë që të mos na prihet këtu. Edhe do ta vendosim. Do t'i përziejmë me kakao. Aroma që i ka dhënë vanilja është shumë e mirë. Këtu kemi një lugë kakao, të cilën do ta përziejmë sa të na ftohet pak. Sa të na ftohet. Do t'i hedhim kakaon. Gjysmën do ta hedhim në tasin ku do e përziejmë me kakao, pra që ta kemi 2 ngjyrësh. Në fillim ne do t'i hedhim tasit pak nga kremi i bardhë edhe do t'i vendosim nga një biskot. Në këtë mënyrë që dhe biskota të njomet me kremin e zupit. Do të marrim nga kremi kakaos në mënyrë që ta bëjmë me shtresa. Do t'i vendosim arra. Arrat të grira. Si pas dëshirës, mund t'i hedhim edhe reçel, çfarë të na gjendet në shtëpi. Ne do ta përdorim reçelin e ftohtit, sepse na pëlqen shumë me këtë shije. Tani do ta mbulojmë me kremin e verdhë të vezës. Do ta lejmë veç. Kështu do të bëjmë me të gjitha tasat me radhë. Ta njohim pak më të verdhë. Do t'i vëmë një biskot.
që ta bëjmë në të ngjyra dhe të jetë e bukur për syrin edhe të jetë e shijshme. Do t'i hedhim arrat. Një lugë recel. T'i hedhim dhe kremin e verdh. Në këtë mënyrë derisa të përfundoj masën. Marrim tavsin tjetër. Kjo recetë është e vlefshme 5 ose 6 persona. Sa po ta hedhim nëpër tasa, do bëjmë gati edhe kremin mareng që do t'i vendosim sipër. Arrat. Dhe recelin. Mos keni merak sepse kremi i vezëve gjatë kohës që do të rritë të ftohet, do të ngurtësohet dhe do të jetë krem shumë i lehtë për përdorimin e zupit. Marrim tasin tjetër. Biskota do të zbutet në kontakt me nxehtësinë e kremit. Zupat në këtë mënyrë janë shumë më të mira dhe më të shëndetshme se ato që blejmë në pasticeri. Harruam arrat. Sipas radhës, ju mund t'i shtoni recelin e qershisë ose të fikut. E mira është që zupat të qëndrojnë për disa orë në frigorifer që të ftohen. Hedhim pak nga kremi. Në vend të biskotave, mund të hedhim edhe peta të ose pandispajnë të regjur në shurup, ose pec foliati të shërbetosur. Ne nuk duam ta bëjmë kaq me kalori dhe e bëjmë të thjeshtë. Zupat me 2 ngjyra.
tani më do të filloj me kremin e bardhë. Të ky tasi kemi vendosur një kokër vezë dhe një lugë sheqer, të cilën do ta rrajmë, do ta bëjmë si kremi pana për ëmbëlsira, por do ta bëjmë vetë. Do marrim një qese kuzhine, do ta bëjmë në formë koni për të vendosur formën sipër zupave. Në këtë mënyrë do të presim fillojmë me zbukurimin e zupit në këtë mënyrë. Mund të jep një forma, po ne po e bëjmë vetëm në formë të rrumbullak. Do t'i zbukuroj me arra.
mbaruam zbukurimin. Sipër mund t'i vendosni ndonjë copë ëmbëlsire ose biskota të grira. Mund t'i grini çokoladë të grira. Çfarë të dëshironi? Kjo është receta tradicionale e zupës, e bërë në shtëpi shumë thjesht. Duhet t'i lejmë të ftohen në frigorifer për disa orë dhe pastaj t'i konsumojmë. Duket shtresa me 2 ngjyra e zupës. Kjo është receta jonë për sonte. Për recetat të tjera në ndiqni në faqen tonë Gatuaj Shëndetshëm në Facebook.